Në Kosovë është vetëm një person i punësuar me sindromin Down në institucionin publik, ndërsa 27 janë biznese private. Se përmendëm edhe mysafirën e mëhershme, do të thonë që çdo për 50 punëtori, 59 duhet jetë me person me aftësi të kufizuar. Person me aftësi të kufizuar. Sa po zbatohet kjo, e keni mund po, realisht në viteve të fundit kemi pak progres në këtë aspekt, sepse bizneset janë duke marë persona me aftësi të kufizuar në punë, nuk janë duke marë vetëm për me zbatu ligjin, por sepse personat me sindromen Down dhe personat me aftësi të kufizuar realisht munden me kry punë dhe zhvillojnë potencialin e tyre brenda ambientit të punës. Personat që kemi të punësuar me sindromen Down, realisht në bazë të monitorimeve që realizohen nga punëtorët sociale, janë duke kryer një punë me zell dhe janë duke kontribuar në vendet e punës. Prandaj është mirë që secilit, edhe unë shpesh e kam thënë në mënyrë publike, edhe neve nëse nuk na kishte jap mundësia me tregu potencialin ton, edhe ne nuk kishim arrit me u punësu. Prandaj është e mirë që secili biznes, që është biznes i madh dhe ka mbi 50 punëtor, së pari ndoshta më ofru një punë praktike për personat me sindromin Down me pa potencialin e tij, edhe pas 2-3 muajve, nëse ajo tregon rezultate të mira në punë, pse jo të mos i ofroj edhe një vend të punës duke kontribuar edhe për gjithë përfshirje dhe diversitet social në çdo institucion. Të thonë, edhe pse janë persona me aftësi të kufizuar intelektuale, prapë ka punë që munden me krye. Realisht po, munden me i krye. A ne tregon disa shembuj që personat që kanë biznese ose që për shembull, ne në shoqatën Down Syndrom Kosova kemi të punësuar persona me sindromin Down në administratën e shoqatës, të cilët kryejnë punë jashtëzakonisht të zellshme për shoqatën. Po ashtu në shoqatën në qendrën tonë në Mitrovic kemi edhe kafeterin Bistro X21, të cilën punojnë persona me sindromin Down. Ideja është kafeteria është vend me karakter sociokulturor, hapësirë publike, njerëzit munden me ardhmë pi një kafe dhe shërbejnë nga personat me sindromin Down. Po ashtu kemi të punësuar në bankat e Kosovës persona me sindromin Down në punë administrative, edhe në korporata të tjera, të cilat e kryejnë një punë të zellshme edhe me përpikmëri. Këto janë rezultatet edhe inputet që na vijnë nga punëdhënësit ku i kemi të punësuar personat me sindromin Down. Në anën tjetër, për përvojës që kam me personat me sindromin Down, mu i me thonë që përveç që e kryjnë punën, mundën me kryj plot punë normalisht si çdo punëtor tjetër, në anën tjetër edhe energjin që e japin ambientit është e jashtëzakonshme, do të thonë se kanë shumë energji pozitive, edhe besoj që ndikon edhe shumë në dinamikën e punës edhe në harmoninë brenda organizatës nëse e keni një person me sindromin Down. Pike forte të personave me sindromin Down janë aftësitë sociale, socializimi, edhe kështu ajo çka e the ti po e pohoj edhe unë prej punëdhënësve sepse thonë që kanë sjell një atmosferë ndryshe në ambientet e punës. Është mirë edhe për stafin tjetër të punës sepse bëhen empatik ndaj aftësisë të kufizuar, ndoshta më herët nuk ju ka rasti me u shoqëru me një person me sindromin Down, edhe e sheh se sa mirë po është një ambient realisht si në çdo institucion tjetër, sepse personat me sindromin Down e kryejnë një punë me përpikmëri edhe nuk krijojnë të lashe ose diçka tjetër që munden, këto janë stigmatizime në shoqëri, për nështë vlen me u theksu se me u largu këto barriera sociale, edhe secili prej neve me u pranu mënyrën se siç jemi të krijuar si karaktere. Mirë shumë, pra që një shembull se mundeni me punu sot me dy mysafet i përmendëm punën që sipas ligjit duhet çdo i 51 punëtor me qenë person me aftësi të kufizuar, mundet me qenë person me sindrom Down, mundet me qenë person tjetër, po këto duheni me përmbush, mundeni edhe më shumë, po që kjo është minimumi që duheni me arrit nëse jeni biznes që i keni mbi 50 punëtor. SMS-in e përmendëm 55550, prej numrave vala mundeni me dërgu SMS me zemër, e shkruni edhe dhuroni €1 për Down Syndrom Kosova, edhe QR kodin që to nëse e fotografoni,
bileta provojmë apo funksionan, veç e merrni telefonin e juj, edhe e fotografoni QR kodin, edhe këqëni me këtë QR kod, ky QR kod ishtë dashur m'ju dërgu direkt te faqja e GoFundMe,